Pas një transformimi të plot, kopshti Bardhaj është rikthyer në funksion duke hapur dyert me kurse krejtësisht të reja për fëmijët dhe stafin edukues. Investimi realizuar nga Bashkia e Shkodër përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Menaxhimit të Objekteve Publike i ka dhënë fund një periudhe të gjatë degradimit, duke kthyer këtë institucion në një hapësirë dinjitoze të sigurt dhe bashkëkohore për edukimin në moshë të hershme. Ju uroj me zemër që këtë kopsht të krijuar sirishtas tashmë krejt të ri, të rikonstruktuar me shumë dashuri dhe me mendje nga Bashkia e Shkodër, ta gëzoni brez mas brezi në Bardhaj edhe ta mbushni gjithmonë me zëra fëmijësh. Kjo është mosha e fillimit të jetës komunitare, të zënjes miqësive të reja, dhe sa më e shëndetshme, sa më e bukur, sa më e qetë, e sa më e lumtur të jetë fillimi këtyre jetëve të reja, aq më e sigurt është ardhmja e tyre dhe garanton për familje të qeta dhe të mbara, për fëmijë të rritur me edukat, me formim të mirë, me një qytetari të garantuar. Rekonstruksioni ka përfshirë të gjitha ambientet e godinës, duke sjellë përmirësime thelbësore në infrastrukturë dhe funksionalitet.